Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 27 muaj i 6 viti 2026, pra e shtumë. Dhe me pak para mesnate. Por, dje protesta, apo të themi më mirë, marshimi i qytetarëve të Tetovës. Edhe pse ishte organizuar nga partia politike BDI Degan Tetovë. Kishte qytetarë të gjitha ngjyrave politike dhe të papërcaktuar. Por, kjo nuk është me rëndësi. Me rëndësi është se Tetova e ngriti zërin. Pra, nuk është Bilal Kasami, nuk është Izet Mexhiti, le ta provojnë, le të mbledhin ata anti-miting, se s'është ashtu. Kush i ndalën? Shohim a do shkojnë qytetarë të tjerë, apo do shkojnë vetëm partijakët. Dhe pse ata janë munduar gjithë ditën, dje, që në mëngjes, ku u përfshi edhe ministri i ekonomisë, Besar Durmishi, i cili dha disa gjëra të pavërteta, me të duhet merret prokuroria dhe policia. A shtiri dezinformata se mund të ketë këtë, mund të ndodhe kjo, mund të ndodhe ajo. Pra, duhet ai tash të dëshmoj ato, sepse shtiri huti dhe frikë ta zëm në thojza te pushtetbërësit, të cilët e panë se nuk pati asnjë incident. Unë nuk jam me BDI. Tjetër është se kam lidhje familjare me kryetarin e Degës së BDI, zotin Berham Rexhepi. Është kredi diçka tjetër. Po nuk jam BDI, po nuk jam as Vlen. Dhe. Ja, unë po them, kur më sartë BDI-ja më në pushtet, ama edhe kur më sartë një ditë më përpara të largojmë Vlenin. Izet Mexhiti me kakret, nuk e flet vërtetën asnjëherë. Asnjëherë nuk e flet vërtetën. Për e flet gjysmë të vërteta. Bilal e mo që s'kapën kërkum të Tetovë, ai me bismillah i shet kret. Me bismillah. Ngrit mëngjes, falet, bën bismillah dhe thot, atë shohim çka ka mbetur. Bilal ka mbetur edhe diçka 4910 metra në qendër. A di çfarë zgrada bëhen aty? New York i ka, pse mos e bësh edhe ti? New York i ka shit kreti, kanë bë ndërtesat me aty është Donald Trump Tower. Shiti Bilal. Dhe plus, detyroj ata që të bëjnë atë që kërkon ti parkingje nën toksore. Detyroj që të bëjnë aty shumë parkingje nën toksore. Bilal, edhe Tirana e ka një parking nën toksore, mund ndërkalin e Skënderbeut në qendër. Por edhe ti, në Albanesa, shiti, se më të vinë darësëm dhe kush. Jo. Pra gjithandaj. Por, unë ndalem pak në të që sot ka befasuar, tash po përdori si private, po nuk është private. Arber Ademi ne kam pasur student në fakultetin juridik në Universitetin Shtetëror. Arber Ademi ka qenë student i mirë, i dalluar. Por, si politikan nuk isha thënë. Ka qenë i dalluar. Dhe, unë dhe pyes Arber, pse këto që i tha sot, mu sot më doli, pse këto që i tha sot, nuk i ke thënë edhe herave të tjera më herët. E vërtet është që thot asë një fjalë nuk e ka tepër dhe asë një nuk mashtron opinionin Arber Ademi, për s'pari herë. Shumë herë i ka politika. Politika është arti të pamundërës. Dhe, e vërtet është se Konstantinovski, kryetari i Gjykatës Kushtetuese, është zgjedh. Ja, Arber, më saktë. Me 0406 viti 2024, veç VMRO-ja ka qenë më në pushtet me Vlenin. Është kuadër i VMRO-s dhe Vlenin. Ka qenë këtë ato që i thua plus dëgjosh çfarë ka qenë. Dëgjosh çfarë ka qenë. Në vitin 2010-2018 ka qenë këshilltar për politikë të jashtme. Në vitin 2015 deri në vitin janar vitit 2018 ka qenë deputet i Republikës së Maqedonisë nga Alianca dhe në vitin 2018 është zgjedhur me 11 të zgjedhur edhe gjykatës në gjykatën kushtetuese të Republikës së Maqedonisë. Pra, çfarë nuk ka qenë? Ka qenë edhe në kabinetin, pra, në kabinetin e kryetarit të Republikës së Maqedonisë nga 2001 deri në 2018. Nga 2010 punon si asistent këshilltar për politikë të jashtme. Pra, më së vërteta është se jo që është VMRO komplet poshtë. Sa kilogram ka atë që është VMRO? Në kabinetin e Gjorgj Ivanovit ka qenë. Po është më së vërtet. Por, Arber Ademi, to është dashur t'i thuani më herët. Qysh në start, jo tash kur është më veç e përfunduar. Okej, s'është rëndësi. A Izeti për atë që thot për komunën e Çajrit, ende nuk pam ne ndonjë faktografi të nxjerrë të thotë, ky është dokumenti. Ne nuk e pam.
Pra, ai manipulon me gjysmë të vërteta. Pra, nuk e flet të vërtetën. Ta ndëgjojmë se çfarë tha Arber Ademi sot. Le të shikojmë se kush janë anëtarë të asaj gjykate kushtetuese. Kryetari i gjykatës kushtetuese në këtë pozicion, në cilësinë e kryetarit, është zgjedhur 2 muaj pas formimit të kësaj qeverie pa legjitimitet etnik. Ai në këtë pozicion erdhi duke qenë këshilltar i presidentit të shtetit të propozuar nga Vomaro DPMNE, ka ish presidenti Gjorgje Ivanov. Një gjyqtare tjetër për djalë teze ka ministrin e punëve të jashtë. Ministrin aktual të punëve të jashtë. Një gjyqtare tjetër ka mik shtëpie kryetarin e Vomaro DPMNE-s. E gjyqtari që u zgjedh tash para 2-3 muajve në pozitën e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese shkoi nga pozita e këshilltarit të qeverisë ku bën pjesë Vleni. Prej këshilltarit të qeverisë shkoi në gjykatë kushtetuese. Dhe prandaj ne po themi, po, është e politizuar dhe ja lidhjet e këtyre të cilët sot po vendosin për të demontuar marrëveshjen paqësore të Ohrit. Dhe dalin 2 gjyqtarët shqiptarë dhe njëri prej tyre turk votojnë kundër këtyre vendimeve, majorizohen, bivotohen në çdo seancë të tillë. Po pra, tu ka plotësisht të drejtë Arberi dhe në them kam të drejtë sepse jam qytetar dhe shtetas i këtij shteti ta shfaqej mendimin tim. Plus si qytetar, plus si gazetar. Askush nuk mund të më bindë se këtu nuk ka gisht edhe Vleni, për shkak se duke demontuar këtë, ata duan të tregojnë tash se ja kanë zgjidhje tjetër. Urdhro 20 me gjitin, nxirë dokumentacionin se si e ka të zgjidhur. Jo me forcën e pushtetit dhe diktatit derisa jeni në pushtet. E pastaj kur delni dhe kur jemi te pozitat aktuale të qeverisë, unë do të them edhe diçka. Të më kanë thënë sot gazetarët e Vomaro DPMNE-s të Tetov. Ishin në një udhtim të tyre, shkonin në kodër të diellit. Se di çfarë punë kishin. Nga Shkupi, sepse edhe ne gazetarët jemi të ndarë, përveç meje. Unë nga njerë u them jam me PDSH në të qeshën dhe thunë, pse ka PDSH akoma? Po ka. Po mendoj deri dje ka qenë kryetari ka qenë në koalicion me Ali Ahmetin me këta. Pa ai mund të jetë, unë jam PDSH ende. Pra, çdo gjë, çdo mohabet ka dhe prapavin dhe ndërskamzën. Por, besoni, gazetarët më veç nuk fshehen. Por unë të ndalem pak të ajo t'ju them se çfarë më thanë. Znami kundërshton dhënien e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe Znami kërkon Ministrinë e Shëndetësisë si institucion më i lartë dhe më i fortë me para. Të shjen duke hëngër aty deri të martën dhe dërojmë. Por drejtësinë e kërkon Vleni, duke ia dhënë atij super intelektualit, super heroit, jeton Shasivarët, i cili kur të zgjidhet, inshallah zgjidhet, do ketë mjaft mohabete në këtë podcastin tim. Dhe deri atëherë nuk flas më kur gjë. Dhe e dyta. Znami thot mbase nëse nuk pajtohemi, ka mundësi që të largohemi ne dhe Vleni mbase mund të përçahet se kush do ri, kush nuk do ri, ama për BDI-n punohet mjaft. Okej, punohet mjaft se ta marrin si pjesë e pushtetit. Okej. Pyeta, po ku mbetet zgjedhni sele, tha, nuk më sqaroj. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj me të prapë. Gjithandej vlon Maqedonia me gjysmë të vërtetë. Ndërsa, kryetari i degës së BDI-s Tetov, Bajram Rexhepi, ka falendëruar mbështetësit e protestës në Tetov. Pra, një video mesazh mirëmëngjesit Tetov ku ka shprehur falëndërime për gjithë qytetarët që kanë marrë pjesë dhe kanë mbështetur protestën e mbajtur në mbrëmjen e kaluar në Tetov. Le të jetë BDI e keqe, le të jetë Vleni në pushtet. Mirë po. Unë si dëshmitar okular e mbaj mend protestën më të madhe që ka mund të ketë BDI-ja pas luftës prej në qendër, e dini ku është tregu i gjelbërt. Ala dhe më poshtë, te rrethi ku ndahesh tash është më e famshme ajo monopolli. Deri atje. PDSH-ja i mbushte deri te tregu. I mbushin gjatë ditës. Flasim për protestat e shumta për Universitetin e Shtetëror të Tetovës, për flamurin 1997-ën, për Iliriden, formimin dhe shpalljen e referendumit në 93-shën e kështu me radhë.
prezent të gjitha këto. Punë e kishin. Dhe çka nuk mba mend, por edhe unë kam pritur që të dështoj kjo mbram. Intimisht ju them, e kam të drejtë të shpreh mendimin. Kam pritur që të dështoj, por nuk dështoj. Nëse 4910 metra katror, të gjithë arqitektët botërorë dhe të gjitha librat botërore thonë se aty mund të vendosen prej 4 deri në 6. Unë e mora me 1, 5000 ka pasur. Pra, Berhem Rezhepi ka reaguar për një mesazh në tij Rezhepi vlerësoi pjesëmarrjen e qytetarëve dhe theksoi rëndësinë e reagimit qytetar në lidhje me çështjet që kanë nxitur pakënaqësitë publike, përfshirë edhe vendimin e fundit institucional për emërtimet e hapësirave publike. Protesta në të zhvilluan në mënyrë paqësorë dhe ka tërhequr vëmendjen të gjërë politike dhe publike në vend. Ndërsa, në të që u përmendë pak më parë se bëhet vërtet luftë e madhe edhe brenda vlenit kush çfarë pozite do marrë. Bilal Kasami mundohet që të kapë 2-3 poste ministrash. Po, dhe veç janë të caktuar njerëzit, në atë që ma thanë gazetarët e VMRO dhe PMNS, nuk e përmenden Besar Durmish. Dhe ai vjen keq Besar. Isha barsoletën e Dhiz dhe ati pronarët të Dhiz që kanë fletur në hotel. E kishe mundësinë, nuk e shfrytëzove. Organizatori studentëve nga Shqipëria, të cilët mbështeten protestat e studentëve shqiptarë në mesimin e veriut, Dasho Vejza, kanë ngritur në nivel ndërkombëtar çështjen e drejtave të shqiptarëve të Maqedonisë. Gjatë punimeve të Paktit të Ri Demokratik për Evropën, Vejza zhvilloi një takim me presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Petra Bajer, ku diskutimi u përqendrua te gjendja shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sipas Vejzat, në takim u theksua se nuk mund të ketë kompromis me të drejtën për të përdorimin e gjuhës anëtare, ndërsa ai kërkoi vëmendje më të madhe ndërkombëtare për situatën me të cilën përballen shqiptarët dhe veçanërisht studentët për shkak të pengesave institucionale. Në qendër të bisedës tonë ishte mbrojtja e drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, nuk mund të ketë kompromis me gjuhën anëtare, bëra thirrje për vëmendje ndaj situatës së vështirë që po kalon komuniteti ynë dhe studentët atje përballë pengesave institucionale. Njëtëherë Vejza prezantoi edhe përvojën e Shqipërisë në përfshirjen e të rinjve në proceset e vendimmarrjes, duke vlerësuar se rinia shqiptare ka kaluar nga një rol pasiv në një aktor aktiv në politikbërje. Ai bëri të ditur se synimi është që Tirana të shndrohet në një qendër të diplomacisë rinore europiane përmes organizimit të një forumi rinor europian në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Rinisë dhe Drejtoresën Sara Bota me qëllim forcimin e bashkëpunimit mes të rinjve të kontinentit. Pra, kjo do të jetë tash një moto. Çdo takim të politikanë brezë shqiptar nga Kosova, jo se nuk i le Albin Kurti, nga Shqipëria dhe nga Maqedonia do përmendet ligji për provimin në jurisprudencën e gjuhës shqipe, si dhe të gjitha të drejta tjera kolektive nacionale të shqiptarëve u mohon Maqedonia e Veriut. U mohon Maqedonia e Veriut. Dhe miqtë mi, besoni apo nuk besoni, sado që ju duket se është punë e lehtë, nuk është punë e lehtë gazetaria, është punë me nerva, për arsye se shkruan dhe nxjerrin një lajm 150 të tjerë, e them kushtimisht për humor 150 mirë paraqiten se nuk është bashkështu, duhet të jetë ndryshe. Ose hiqe, e kam familje, problemi ju e problemi atyre. Dhe, Izet Mexhiti u mora pak më parë, ai asnjëherë nuk e flet të vërtetën deri në fund, e lën për gjysmë. Drim se ashtu i ka punët ai. Ashtu i ka punët. Vetëm ai e di se cila është marrëveshja e tij me Mickovskin dhe unë nuk kam qenë dyert kryetar komune, 3 herë, nuk kam qenë as deputet i BDI-s, nuk kam qenë as, por di se nga një ish bashkëpunëtor i tij, i cili vetëm nuk është gjallë, me Mirnin Berisha nga Shkupi, këtu fqin në Tetov, shumë shka di, edhe ai që mendon se nuk i di të tjerë. Okej, nuk është okej, por ato nuk do t'i keq përdorë Izet. Për të mashtruar si e. Pas protestave që u mbajtën mbrëm në Tetov në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të vitit 2007 për emërtimin e rrugëve në qytet, reagoi bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti. Ai tha se është një përpjekje për manipulim dhe se vendi ku duhet të protestohet është para selisë së BDI-s. Nuk di për çka protestojnë dhe nëse duhet të protestojnë para BDI-s. Freri, pra të them kjo është jashtëzakonshëm. Vjen shumë keq, shumë keq. Një ditë do vini nga pushteti Izet. Do vini nga pushteti dhe dini si do kaloni, si ai me kalë darsëm të huaj. Me kalë të huaj në darsëm. Ky tash del edhe më i menshur se sa të gjithë të tjerët, nuk e di pse protestojnë. Kush nuk e dinte pse proteston? Ti? Po e vërtetë se ti nuk e dish. Për shkak se
nuk është sjell në mënyrë ligjore vendimi, pra në komunë i ka kalu filtrat me 2 shumica, po 20 vite kam pas mundësinë që të sjell. Okej, dhe tash në fund gjykata kushtetuese kur kërkoi të bëj ballafaqimin e fakteve, bashkëkryetari yt dhe kryetari i Komunës së Tetovës nuk ja dërgoi gjykatës kushtetuese. Pse o Izet? Në 1% në një seancë qeverie që vendimi të jetë i plot fuqishëm. Megjithë i shtroi pyetjen se si janë emrat në Kërçov, nga vjen vetë kryetari i BDI-s. Ai të shohim si janë emrat në Kërçov. Po, këtu pajtova me ty. Pajtova me ty. Kërçova nuk ka spital, Kërçova nuk e ka gjykatën, Kërçova nuk e ka Zajazi, nuk e ka as kanalizimin, as shumë çka. Me ty ja. Por, mos harro se nëse Alia ka 70% të fajt, ti e mban 30% të asaj fajt, kur ndat fajt 100%. Ja ka Soravin, ka Tulli Faraferash, ka Telekomin e çfarë s'ka. Po ti, mirë po, mbështetjen që ke pasur aso kohë nga BDI nuk do ta kesh dhe shumë shpejt, nga ajo që kam dëgjuar, do dalin edhe shumë afera të tua, edhe të asaj kohe dhe të kësaj kohe. Nga vjen zoti Ahmeti, si janë emrat e shkollave, si janë emrat e rrugëve, pas 23-4 viteve qeverisje. Ose ta bëjmë pyetjen, pse 24 vite nuk e riktheu Skënderbeu në kalan e Kërçovës, i cili deri vitin 2025 e ka nderu qytetin e Kërçovës. Nën kryetari i BDI-s Bajram Rexhepi nga protesta tha se vendimi duhet të rivotohet me qëllim që të mbrohet dinjiteti i shqiptarëve. Kërkesa jonë kryesore është ky vendim të ripërsëritet, të rivotohet që të mund të mbrojmë dinjitetin tetovar. Komuna e Tetovës ka patur afat që të mund të përgjigjet, që të mund të reflektojë dhe nuk është përgjigjur në ofertën tonë për bashkëpunim, prandaj ne kemi pretenduar që të thirrim për protestë qytetare. Ndryshe gjykata kushtetuese anuloi vendimin e vitit 2007 për emërtimin e sheshit dhe disa rrugëve të Tetovës me emra dhe figura historike shqiptare, duke rikthyer emërtimet e mëparshme. Vendimi shkaktoi reagime të ashpra politike. Unë dhe kisha pyetur edhe Izet Mexhitin edhe Bilal Kasamin. Çfarë lypte Policia Speciale apo EBR brenda Komunës së Tetovës? Nuk e ka vendin aty? Institucionet nuk guxojnë të jenë brenda me ata mund të rinë për jashta, jo brenda. Komuna është e qytetarëve, nuk është as pranë e Bilal Kasamit, i cili kur ngrihet në mëngjes në bismillah, ma nxirrin tefterin ku duhet shitet. Dhe është të shitur çdo gjë. Çdo gjë. Hyni mirë dhe lexoni çfarë është vakëf. Ja, po ja tregoj. Në mbretërinë e Jugosllavisë, mbretërinë jugoslave, pra mbretërinë SKS, ka pasur një ligj mjaft interesant. Ja tha zot, unë jam Mesut Shabani dhe nuk kam as familje, ndroj jetë. Mirë po ata kanë pyetur Mesut Shabani, cilit besim i takon fetar, i ka takuar besimit fetar musliman. Dhe gjithë pronat e mia i kanë shkuar në mënyrë automatike bashkisë fetare islame. Njëta gjë ka vlerë edhe për katolikët edhe për ortodoksët. Njëta gjë. Ka ndruar jetë në njëri, Miloshi Tazëm dhe Miloshi, çfarë besimi fetar? Ortodoks. I takon në mënyrë automatike. Kjo ka qenë kusht i bashkësisë fetare aso kohë, edhe të muslimanëve, edhe të ortodoksëve, edhe të katolikëve, me mbretërinë jugoslave. Dhe ata kanë respektuar. Pra të them janë të gjitha pronat janë vakëfe që shet Bilal, të gjitha për një. Pasi nuk është kthyer pronarve është vakëf. Çka të bëj se nuk lexojnë ata? Hyni. Mos rini vetëm të lexu Albin atë kryetarin kryetarin e komunës, kur im teket para dreke, kur im teket mas dreke. Turp. Turp është. Çka duke bërë? Turp. Ja po më them, 4910 metra. A di çfarë zgrade bëhet Bilal aty në qendër? Edhe poshtë bësh parkingje si ato që ke paralajmëruar si në Dubai. S'kush nuk thotë kërë. Shite, New Yorku, e ke pa në qendër të New Yorkut, s'ka më hapësira. Rrugë edhe Trumpi ka aty hotel, ndërtesë të marë, Trump Tower. Bëne. Nërsa në Shqipëri vazhdojnë përplasjet ndërmjet protestuesve, por më tepër përplasje verbale se sa përplasje fizike. Ndërmjet protestuesve dhe ja po bëhet dita 28 sot. 28 dhe ende ata nuk do ndalen. Po marr parasysh se vetëm njëri deri tash doli në Mejdan dhe i lexoi 5 pikat kryesore. Siç e tha Dritani, mund ta thras Dritanin se unë e di pse,
edhe dritani e di pse, dhe duhet ta dinë këta të vlenit. Nëse një ditë arrin që dritani të jetë numër 1, 2, 3 në atë qeveri, diçka do jetë nëse formohet, atëherë unë do jem kryesori në Maqedoni për nuk do kërkoj asnjë post, ama vetëm do ndjek juve, do kërkoj që të ndiqeni penalisht, komplet vleni. Kuptohet edhe BDI, po edhe Alia, po edhe Alia. Shohim se dosjen që ka populli, nuk do thotë se ju na shkroni neve dosje. Pra pushteti për dosjet e veta i ka të kriptuara dhe të me shifra. E populli nuk i ka me shifra, i ka me realitet. Okej, se të me gjithi kërkon nuk ishte, në asnjë fjalim nuk është ai që duhet të jetë. Dhe dela e ministri i policisë lavdot 120.000 shkeljen e 5 muaj nga Safesiti dhe thot ka ra numri i aksidenteve në 40%. Okej, por 120.000 shkelje, llogariti minimumin 100 euro, sa bëjnë me? Sa para bëjnë? Kujt shoni parat? Kujt shoni parat? Okej. Ndërsa, Izet Mexhiti prapë e përsërit sot edhe se rreth 3 miliard, ishte në një intervistë diku në një televizion, se 3 miliard euro investime në vendimin shqiptar. E që është pastër e kulluar, pastër mashtrim. Ne nuk jemi duke i parë. Që do ndahen. Po edhe unë nesër mund të bëhem mbret i Shqipërisë, siç protestuesit tonë për Ramën se do të bëhet princ i Shqipërisë. Okej. Nxënësit sa po vinë e po zvoglohen 15.000 nxënës të regjistruar në shkollët e mesme, më shumë se 9.000 vende mbeten të lira. E po mbeten. I kujtohet ajo Barceleta e komunizmit pas fitores së partizanëve shkojnë në një fshat diku në Serbi dhe u thonë: "Dua bëjmë shkollën, e kemi, nuk na duhet. Dua bëjmë rrugën, boll është edhe ashtu kemi mbetur vetëm pleq. Dua bëjmë këtë." Dhe njëri me guxime thotë: "Po s'kemi fëmijë." Edhe fëmijën thot partizani do u bëjmë. Tash kjo është ajo që duhet jetë. Okej. Vëmëroja dhe LSDM vazhdojnë me përplasjet e tyre, por edhe unë aty them ka një marrëveshje. Se deri tash, vëmëroja mos ngritur procedurë për gjithë ato që akuzon Filipshen. Kjo është pastër marrëveshje. Dhe më ka pëlqyer një deklaratë, do të jemi para që do të regjistrojmë si dhurues organesh, ka thënë ministri i Shëndetësisë Azir. Nuk njoh, por kështu të kompanja 2-3 konferenca për shtyp, nuk je ai që pretendon se je. Dhe më vjen shumë keq se nuk do rish ta kjo deklaratë nuk ta forcon pozitën e ministrit të Shëndetësisë. Nuk ta forcon. Pra kjo është deklaratë më tepër për ministrin të ruaj postin. Nuk është okej. Pa marrë parasysh se lavdërohet qeveria se Maqedonia mbetet ndër vendet me ushqime të ulta në Evropë, por ushqimet janë gjithë një e më të shtrenjta. Si mbetet? Mishi, si një ndër ushqimet kryesore të qytetarëve, është në Tetov 1.000 denar, 1.200, pra 20 euro, rreth 18 euro, 19 euro. Ndërsa, më tregon këtë ditë një kushërim sa ka ardhur nga Gjermania, thotë pa besueshme, 6 deri në 8 euro atje. Kjo është pa 10 euro më tepër. E po, Ilam ne nuk ka kusht t'i ruaj dhent, nuk ka kusht t'i ruaj lopët, Ilam dhe i bëjmë fusha. Bilali mezi se pret të kasapoj pra fushat. Pa marrë parasysh se Taulan Balla mori një guxim këtyre ditëve duke ofenduar Tetovën, tash thotë jam me tetovarët dhe shqiptarët e Maqedonisë. Okej, Taulan, rri me Tetovën. Por deklarata e thon si poshtima që del nuk kthehet prapë. Ndërsa më ka pëlqyer një deklaratë e Trumpit që thotë një kom të jetë i madh duhet të ketë fe dhe Zot. Fe dhe Zot. Okej, nuk është okej, por ja kështu dal nga dal po afrohemi fundit dhe ka një deklaratë mjaft interesante sot filloi të qarkulloj. Avokati i popullit ka dhënë një deklaratë mjaft interesante lidhur me kriminalët e shëndosh, blen ekspertiza, futen në psikiatri dhe terrorizojnë pacientët e vërtet. Po s'është i shkupjanët, të dy vëllëqet, edhe shqiptarët dhe maqedonë. Me full, ndërsa në Tetov i di dia 3 veta, për nuk më besohet. Po t'ulish ata t'japin në tas ujë nga e prapa, jo kështu nga e mbara. Dhe mi po kam dëgjuar se kur kanë pasur të lashe i kanë nxjerrë letrat se nuk janë mirë. Pra edhe ndë Merisar edhe është kjo deklaratë
mekanizmit kombëtar parandalues pranë avokatit të popullit gjatë një kontrolli në Spitalin Psikiatrik të Demirisarit në dhjetor të vitit 2025 ka hasur rreth 20 persona të dënuar për vepra penale, të cilët nuk vojnë nga sëmundjet mendore, por janë të shëndetshëm dhe të përgjithshëm paralizë. Siç thuhet në raport, përmes ekspertive të dëshimta dhe korruptive ata kanë arritur të shpëtojnë burgut dhe dërgohen për trajnim mjekësor. Unë di një rast të kjo e kam pyetur sot dje pardje këtë ditë shumë njerëz. Si është e mundur? Njeriu ka shkelur dikë dhe është në liri. Si është e mundur? Një ditë burg mos e mbaj. Është i dënuar. Një ditë burg mos e mbaj. Kjo vetëm Tetov. Jo, ndodhet të Maqedonisë, por edhe të shqiptar. Okej, nuk është okay, këtu përfund unë ju përshëndes. Dëgjohemi nesër mbrëmë. Mbetshim të mira. Ishit në podcast me Mesut Shabani.